Përshëndetje, jam Merita Cake, terapiste energjike, trajnere, shkrimtare dhe të ndihmoj të gjesh veten, të lidhesh me veten tënde dhe me forcën që ke brenda teje. Kjo video është për ty grua, femër, që ke nevojë vërtet të lidhesh me veten tënde dhe ta respektosh. Dua që këtë meditim dhe këtë letër kushtuar vetes tënde është mirë ta bësh në mëngjes. Para se të fillosh, qëndro në qetësi, merr frymëfell dhe lirohu. Bëhet të paktën 5-6 herë dhe pastaj fillo të shkruash letra për veten time, për gruan e shenjtë. E dashura ime, Merita, ti do thuash emrin tënd. Sot po zgjohem me butësi, me ndjenjë dhe me praninë tënde të shenjtë. Unë jam një grua e gjallë, jo një hije e frikës, jo një përsëritje e së kaluarës si nëna ime, gjyshja ime. Jam këtu në trupin tim, në ndjesitë e mia, në vlerën time. Trupi im nuk është turp, është templull, është burim jete, është arta e shenjtë e dashurisë. Zëri im është i rëndësishëm, zgjidhjet e mia kanë peshë. Unë jam e lirë të dua, të prek, të kërkoj, të tërheq dashuri të pastër. Sot i them vetes, unë Merita nuk kam ardhur për të heshtur veten, kam ardhur për të jetuar si një grua e plot, që dëgjon trupin, ndjen shpirtin dhe zgjedh burrin që më nderon. Dhe në qoftë se ke partner dhe burr, thuaj që burri im, që është pranë meje, është ai burri që mua më nderon. Unë nuk jam më robreshe frikës të paraardhësve të mia. Unë jam zgjimi i tyre, jam përmbushja e ëndrrës që ato nuk arritën të jetojnë. Dhe nëse ka një burr që më ndjek në këtë rrugë, e mirëpres me zemër të hapur. Nëse jo, atëherë personi që kam ose një person i ri do vi në kohën që duhet të vi. Unë jam këtu me dashuri dhe pres sepse jam një grua që meritoj. Jam një grua me dritë, me zjarr, me dashuri. Me dashuri të pafund për ty. Vetja ime e shenjtë, e shtrenjtë. Zgjohem tani. Unë jam një grua që rilind, e shenjtë, e vërtet, që po ecë nga dalë, por me qëndrueshmëri. Gjithçka që sot e tutje, mua më përket dhe do vi shpejt tek mua. Dashuria, nderimi, përqafimi, çfarëdo që kam ndëruar. Merr frymëfell dhe liroje. Dhe këtë letër lexoja vetes për 21 ditë. Mund të marrësh dhe një gotë me ujë të pastër, ta lexosh si për gotës me ujë dhe pastaj në fund mund ta pish. Edhe shiko çfarë force do kesh ti në çfarëdo kohë dhe moment që je. Të dua shumë, komento si u ndjeve
dhe atë ndihmojnë këto videot e bera. Për të gjithë ju që mund të jeni akoma dhe në Tiranë dhe në rrethe, në datën 22 maj 2025 dhe 27 do gjendem në Tiranë dhe në qoftë se dëshiron mund të bësh pjesë e trajnimit për lirimin e traumave nga paraardhësit dhe shkëputjen nga zinxhirët e mjerimit të frikës dhe çdo gjë që të pengonte ty që je femër. Të mirëpresë.